Je në lidhje apo je... Unë jam super happy. Je super happy? Okej, e rëndësishme kjo. Qaj është. Nuk po komentojme ati, pra Nesko, a din ti ma shumë. Unë nëse disë gudzoj me folë, se atë është probleme. Ose situatë e komplikume. Se tani anullohet albumi krejt. Jo, bëllë e këna shty për shkuatje teknike. është situatë komplikume. Okej, Mero, besoj në raportet me kolegë që i ke prej vitesh, edhe ata e kam pas një prej dilemave të kësaj titullit The End. Sa pret përkrahje për i tëre, sa ke marrë mbështetje për i tëre, ose ndoshta edhe këto pyetjet, pse po thu që i fundit, edhe pse mos më vazhdu me bu albume, edhe pse ti këngë pa tjetër, thash që do vazhdosh me publiku. A di qysh pak ma rrallë të kona me kolegët, sigurisht, por disa për ty ne kanë një këngë dhe ju kanë pëlqy shumë. Ata nuk kjo që në vetin mu, se e din që... E din në vete që është një investim i madha? është po, edhe sigurisht që kur i ka një këngë, i ka pëlqy edhe do me thonë në këngëtarët që ata e me shumë angazhimi për shumë kolegët e mi, ma rrallë takohemi, për kur takohemi flasëm për shumë gjona që anë ndodhin neve koncerte, utime sanë edhe albume sigurisht, ose këngë. Po, i ka artë interesant qysh mora guzimin mi bo një album edhe kajt vetë. Me thonë, për kur farë, si me thonë, bashkëpunimi, në parë formë. Që i ka artë shumë interesant. Gjëshë është bajege, mendoj, e guzimshme. Edhe në fakt, kohëve të fundit, shumë prej albumeve që janë publiku, dominojnë duetet në industrinë e këngëtarëve. Pra, ose një mix i atyre që janë me më shumë vite karrierë në skenë, me këta të rinjët, edhe a është kjo një formulë Nesko? Ta marrë një mendim kështu jashta që si producent, a është kjo një formulë artistit me më shumë karrierë që t'i jap një support, po e quaj ati triut? Po menoj për para kanë qenë bashkëpunime shtu formula, po tash ju mbo bashkëpunime të albumi. Po menoj që Blero ka pas një farë forme që asë shumë bashkëpunime, sa që u dasht kështu me ju kushtu vetës në këtë formë, në tjera ngjyra, po menoj, jo veç balada, sene po, do me thonë me hi edhe ka afro, e tjera, zhandre tjera. Elektro. Por edhe elektro që është shumë e rëndësinë është ta me thonë, po me të vërtet është një formulë që e përdorin artistat shumë kohëve të fundit, sidomos 2-3 vjetë e fundit në për albume. Cila është pjesa më e vështirë me punu me Bleron? Në qka ajo ana e detajeve që i përmendi? Qëndron më shumë tek teksti, qëndron tek vija melodike, qëndron tek klipi, se sigurisht keni qenë edhe pjesë kretë proceseve bashk. Ku e ka syrin më të mpret? Mu më duke që muzikë normal, po se po ka ana e videoklipeve shumë është adin detajist shumë ma shumë se kështu, adin. Okej.